ata që merren me këtë punë kanë filluar të mendojnë që a janë më partitë politike zgjedhja ose zgjidhja midis popullit dhe pushtetit, se partitë politike për këtë punë lindën, meqense populli nuk e delegon dot në mënyrë të drejtë për drejtë pushtetin e vet tek disa individ, lindën partitë të cilët i propozojnë popullit emra të caktuar. Unë besoj që pak nga pak partive politike po ju vjen fundi. Duhet dalin ca forma të reja organizimi, pa sigurisht nuk flasim për një gjë të shpejtë. Flitet për dekada. Po flitet për dekada në këtë rast. Që kjo gjë është e para. E dyta, në të gjithë botën dhe kësaj si ka shpëtuar as Shqipëria, unë besoj që politika ka filluar të bëhet shumë populiste. Dhe duke pasur dhe këto lloj rrjetesh sociale në dispozicion, fyerje, sharje, fake news. Unë besoj që një njeri i cili mendon të merret me politikë duhet i bëj pyetjen vetes për çfarë duhet ta bëj këtë gjë. Me vend, sepse kjo është diskutuar dhe në Amerikë dhe si ka mundësi diskutonin për analistë ndryshëm Amerika me 370 milion, vendi më i zhvilluar në botë. Fuqia më e madhe ushtarake, me universitetet më të mira të botë, paktën një 10 i ka nga 20 më të mira të botë. Si ka mundësi që të arrijë dhe të përfaqësohet nga 2-80 vjeçar njëri në gjendje shëndetësore, që për mua unë kam respekt për karrierën e Biden, ka qenë një politikan brillant, kryetari i komisionit jashtëm për vite në Senatin Amerikan, dhe një tjetër që është njëri që nuk ka lidhje me politikën, një biznesmen i llastuar me një trashëgimi familjare, etj. Si mund të përfundojë Amerika këtu? Dhe lind kjo që thatë jo, vinte pyetja që të rinjt nuk kanë më interes për politikën. Sepse është bërë jeta biznesit shumë e shpejtë dhe nuk e shohin. Dhe pyetsin të rinj bëshin pull që të hyjnë politikë duhet gënjej. Flas për në Amerikë. Shiko, nuk e shikoj thjesht në këtë aspekt. Unë e shikoj edhe në një aspekt tjetër këtë temë. Dhe aspekti tjetër është ky kur thash pse duhet merret një njeri me politikë. Sepse që në momentin që ti fillon të merresh me politikë, etiketohesh. Pra njerëzit të etiketojnë. O hyn për interes, o hyn për të vjedhur, o hyn për të marrë punë të veta, o për të bërë këtë, o për të bërë atë. Sepse thash, është krijuar shumë populizëm, është shtuar shumë masa gri e njerëzve të cilët nuk marrin pjesë në politikë. Pra rritja ekonomike, rritja e mirëqenies, rritja e pavarësisë e bind njeriu që nuk ka nevojën më kujt. E vërtet.